Zoti Manaj, tani për të ecur më tej pastaj që do të ndodh me mbetet Hormuzi si pikë kritike. Me që unë të kam në studio dhe ti punon në një vend tjetër, do me thënë të njohur perëndimor dhe je në lidhje gjithmonë edhe me mediat e një fshati madh jemi këtu, kupton, dhe shpesh i lexojmë dhe janë në vëmendjen tonë të madhe mediat e huaja, ndërkombëtare, mediat e rëndësishme amerikane, britanike, ku jeni ju e tjera. Diplomacia e presidentit Trump kritikohet djersisht si bullizuese dhe atipike. A ka funksionuar kjo? Se për shembull mund të funksiononte për shembull me shoferin e autobusit që e mori ai, e kapi peng aty, e mori e çoi në Amerikë, Madurën dhe i bën gjyqin. Por veçanërisht me Iranin shohim që edhe kërcënimi me shuarjen e civilizimit nuk funksionoi. Si mendon tani këtë? Para se të përgjigjem kësaj pyetje Ylli, ndoshta më duhet të shtoj diçka lidhur me patjetër. Zoti Gjinushi që lajmi më i fundit s'ta bëra këtë sepse do t'i rikthehemi, por në detaj, po vazhdojmë. Lajmi i fundit është që iranianët kanë lënë të kuptohet se ata do të marrin pjesë, sepse J.D. Vance është nisur dhe do të ishte pa kuptim që të shkonte një zëvendës president amerikan dhe të mos ishin këta. Pra, nesër në darkë, kur mbaron edhe armëpushimi, do të jetë ose fillimi i fundit të asaj çka po ndodh aty, ose fundi i fillimit të diçka e tjetër. Amerikanët padyshim që e kanë atë forcë, janë investuar ushtarakisht aty për një qëllim caktuar dhe e kanë atë mundësi. Iranianët e dinë se çfarë kanë hequr gjatë kësaj lufte dhe janë shkatruar deri diku, jo aq sa pretendon. Shkatruar goxha janë ata. Po, dhe e dinë që kanë të bëjnë me një president i cili, si thati, është atipik, është i paparashikueshëm dhe me të mund ndodh gjithçka. Por unë nuk besoj, shpresoj që të bjem dakord, mos bjem dakord. Unë nuk besoj që diplomacia amerikane dhe politika amerikane është aq naive, është aq e papërgatitur kur i hyn këtyre aventurave të tilla, si një luftë e tillë, pa patur një qëllim dhe pa arritur aty ku do. Pavarësisht se si. Në këtë rast me dyshimtesh. Shiko, një nga objektivat e tyre është kufizimi i kapacitetit dhe aftësive bërthamore iraniane. Ose heqja, pikërisht. Dhe negociatat që e nesme që duhet të rifillojnë, po, amerikanët kanë kërkuar 20 vjet, iranianët 5, dhe ajo çka unë mendoj se realisht mund të arrihet është 3.5 vjetëshi i marrëveshjes së 2015-s, që Trumpi e hodhi poshtë. Është pika e arritshme. Është e arritshme dhe ndoshta ky do të jetë një element kompromisi. Dobësimi i aftësive të raketave balestike, padyshim që amerikanët e kanë shkatëruar, e kanë dëmtuar, jo eliminuar, e kanë dëmtuar. Besoj që nuk është se u intereson shumë amerikanëve kjo. Çështja e Hormuzit është padyshim është e lidhur me kinezët. Dhe amerikanët dhe administrata Trump halli më të madh nuk e ka as me Putinin, as me këta humbamenët e minë në Londra apo në Paris, që nuk zgjidhin dot çështjen e gomoneve në kanalin e La Manche-it, jo më të zgjidhin se këta vinë si puna e tyre të dasmorëve, vini i dasëm, nuk kanë hedhur lek aty, po thotë që hajde me që është shuar nusja dhe dhëndri kur hedhin lek njerëzit se po i mbledhim neve. Këta janë totalisht irrelevant në gjithë të lojë të madhe dhe është e frikshme për shkakun që fuqitë të tilla si Britania e Madhe, Franca apo dhe pjesë e madhe e Europës kanë dalë kaq irrelevant në gjithë të lojë të madhe, sepse Trumpi për vërtetës nuk është se i ka fare në referendum. Me drejt pa të drejt, po ajo që më shqetëson, qoftë si shtetas britanik, është kur britanikët, se luftrat pa drejta ka pas bota, sa pa të po diskutonin, ka pas historikisht. Dhe kryeministri Starmer thotë që si një jurist i drejtës ndërkombëtare që jo Amerika kështu ande këtej ka bërë një luftë pa ndershme, nuk ka respektuar ligjet ndërkombëtare. S'ka pyetje. Fal, deri më sot që ndoj që Amerikën deri këtu, sa i quajtur dhe lakej i amerikanëve, përse, çfarë ndodhi? Unë që jetoj në Londër nuk arri ende ta kuptoj se ku janë ato interesat kombëtare të Britanisë Madhe që nuk ju bashkua Amerikës, me drejt apo pa drejt për hir të interesit saj në këtë aventurë. Se po të marrim historikisht, kemi të bëjmë me një Trump i cili ose një Amerikë, e cila është në NATO dhe ka mbrojtur sigurinë e kontinentit deri më sot, dhe ke një Trump i cili as do të di fare për NATO, madje do të dali prej NATO-s,
edhe pse nuk besoj se do ta bëjnë gjë të tillë, por në imazhe ka dobësuar tmerrsi shumë. Dhe ti si Britani dhe si Francë, je totalisht i zbuluar ndaj një, po them, një sulmi potencial të mundshëm rus. Para disa javësh u foli ideja që këto raketat balestike iraniane mund të sulmonin Parisin, mund të sulmonin Londrën, dhe cili ishte i mjeti vetëm që i mbronte Britanikët, Francën ose Europën, përveç se sistemit Patriot dhe CM3, që janë të Amerikanëve që kanë instaluar në Europën lindore, absolutisht të zbuluar. E në kushtet të tilla, kur ti e shikon që ke një Trump që, siç po i kthem pyetjes tuaj, që është i paparashikueshëm, është ai që është, për mua ka dështuar aksiome famshme që nëse nuk e mund do të jetin bashkoju. Qartë. Kështu që jemi këtu ku jemi, edhe ndaj unë ndjem edhe si shtetas ndjem i zbuluar, i pambrojtur, dhe nuk pëlqen ky pozicion i europianën në këtë rast. Sa i përket Trumpit, pastaj unë besoj që ato objektive që ai mendon se do t'i realizojë me hir ose pa hir do t'i realizojë, sepse ai ka përshtypjen që po fton indirekt dhe po jep një dhuratë të rëndësishme strategjike Kinës kur vjen puna tek narrativa për gjirin për ngushticën e Hormuzit, sepse të njëjtin gjë Kina shumë mirë mund ta bëjë me ngushticën e Taiwan. Dhe që besoj shumë shpejt ndoshta do ta bëj, dhe t'jeni të sigurt që do të përdorin të njëjtën narrativ, të njëjtën shpjegim siç përdorin amerikanët për Hormuzin. Sa shkatruese, ta themi dhe një vazhdimisht e themi ne në këtë pjesë, ku diskutojmë për luftën, për këtë luftë, sa shkatruese është për ekonominë globale kjo luftë dhe shpritet të vijë. E tham pak a shumë disa gjëra, i përmendi Marlindi, por në Evropë ka alarm për karburantin, për shembull, dhe fluturimet. Si do vijojë kjo? Unë besoj se është më shumë një frikë kështu që hapet ndoshta edhe nga një warmongering, sepse shiko, unë nuk besoj se do të vi deri në atë pikë sa avionët nuk do fluturojnë më. Qartë. Sepse Europa nëse do të marri karburant për avionët, mund ta marrë edhe nga Libia, mund ta marrë nga Algjeria, mund ta marrë nga Nigeria, mund ta marrë nga amerikanët, e kupton? Ndoshta edhe Venezuela, e kupton? Por këto janë pjesë e asaj luftës madhe që bëhet për përgatitjen e opinionit, kështu që është edhe ndoshta edhe një lloj presioni. Po fuqisë tyna, kupton se dojnë me qenë mbranda këtij koncepti luftarak, ku ata dojnë me pas një ndikim edhe me thonë që ne duhet ta lirojmë Hormuzin. Naftën kanë ku e marrin. Pikërisht. Po pse avionët vetëm në Europë do ndikojnë dhe jo për shembull në Azi ose jo në Amerikë Latine? Jo. Kështu që Shiko, shqetësimi i anës i aspektit ekonomik, zoti ekipi, është çfarë pas luftës? Domthon, a mund të qëndrojë gjithmonë bab mendep në dorën e 30.000 njerëzve Huth në Liban që nuk janë, në Yemen që nuk janë as shtet as gjë fare? Domthon, nuk ka garanci. Edhe Hormuzi është në të njëjtën situatë. Ne mund të kemi një marrëveshje të pjesme sot, por nuk është që ka garanci, sepse është ajo që e tha pak Batoni pak më herët. Në këtë rithemelimin e rendit drejt botror, konfliktet do ndizen dhe do rindizen disa herë, derisa secila nga fuqitë e mëdha gjej vendin e vet. Për këtë arsye, për shembull, një nga fituesit e mëdhenj të këtij konflikti që ne pak e kemi trajtuar është Turqia, për shembull. Vendi më kërcënuar, Turqia ka dalë me një propozim të korridorit mesëm. Korridori mesëm i cili kërkon të lidh gjithë prurjet e Kinës me Europën. Dhe në korridorin e mesëm të shfryj edhe që është rruga e Azerbajxhanit, Kazakistanit, të çfryj edhe zona Gadishullit. Realisht i kontrollon Turqia.